a lejohet me këndu pra atë këngën që është një orë që u Adem, fjala për Adem Jasharin, rahmetullahi alaihi, Allah më shëroft. Ne themi, jo vetëm për këtë këngën, ja për rregullin e përgjithshëm. Lejohet çdo këngë e cila në fjalët e saj nuk ka vërejtje fetare, edhe e dyta, kushti i dytë, nuk ka në ta muzikë. Pra ne nuk themi fjalët e kësaj këngë, po besoj që nuk kanë vërejtje edhe pse nuk e di detajet, edhe dyta, nëse s'ka muzikë, s'ka problem. E këshilloj që me gjetni mesatarin këto gjërat, se shpesh nga disa vëllezër ka tendenca për ekstremitet ose si ta quajnë nga një anë ose nga tjetra. Kujdes, nuk po them që muzika është e lejuar ose këngët me fjalë të ndyta apo ku e di çka ose fjalë kufri mosbesimi janë të lejuara. Jo. Çdo këngë e cila ka fjalë të mira dhe është pa muzikë, domethënë nuk ka vërejtje fetare, atëherë lejohet me izin të Allahut. Ju lutem mos e kapni vetëm një pjesë të kësaj përgjigje, keni kujdes, merreni përgjithsisht.